hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Jo vetëm Kurani o vëllezër shmrekulli, po edhe hadithet e pejgamberit alayhis salam. Pse? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, utitu jawami al-kelim. Zoti më ka dhënë të folurën e thjesht me kuptim shumë të madh, me përmbajtje shumë të madhe. Dhe po ti shohësh hadithet e pejgamberit alayhis salatu wassalam, hadithet që janë të gjata mund të jenë nuk e kapin 100 shen në mira hadithet profetit alayhis salatu wassalam. Gjitha hadithet e profetit alayhis salam janë hadithe që mund të mësohen përmendesh. Mirë po, vetëm një hadith, siç është në Mela Malu bin Niyad, 75 kapituj të fesë mrena i ka përfshirë. Gjysma e fesë në hadithin në Mela Malu bin Niyad. Gjysma tjetër e fesë në hadithin me Nahdathe fi Amrina. Ky është marrë me të mendshmet, ky është marrë me të jashtmet. Kamil, një hadith. Pra 2 hadithe gjithë Islami mrena, për shembull. Mënyra se si është ruajtur hadithi. Po mirë, unë e thash edhe pak në hutbe, pse duhet të ketë diskutim për hadithet, i saktë dhe i dobët, po nuk mund të ishte o vëlla si Kurani. Nuk mund të ishte diçka e ngjashme me Kuranin dhe njësoj si Kurani. Për këtë arsye pejgamberi sa ishte gjallë, i ndaloi njerëzit që të shkruajnë prej tij hadithin përveç 5 personave. Filani ka drejt, filani ka drejt, filani ka drejt dhe drejt. Asnjë tjetër s'ka drejt të shkruaj fjalët e mia. Sjelljet e mia, veprimet e mia përveç këtyre 5 personave. Ndërsa Kurani kanë drejt me shkruaj të gjithë. Sepse duhet bërë dallimi mes kësaj dhe asaj. Po Zoti e ka ruajtur edhe hadithin. Pse? Ne kemi thonë në hutbë çfarë thamë? Tha Zoti në Kur'an, kur ta lexojmë Kur'anin, përqendrohu në leximin që do të bëhet, se pastaj do ta sqaroj. A ka mundësi o vëllezër që Zoti të zbresë Kur'anin e ta ruaj dhe mos truaj sqarimin? Po ka diçka që shkon pastaj bie që ta sqaroj gjithsecili sipas mides vet, po kjo nuk është normale pastaj.